ja ku jemi sërisht me Mandin, I cili sot do të na rekomandojë një recetë të re. Atëherë, Iva, bëhet fjalë për një recetë të re, të thjeshtë për të gatuar, pasi ne kemi zgjedhur këtë recetë, është recetë shumë e shpejtë e thjeshtë, siç e tham, ku përbërësi kryesor është cungu ose kofsha e pulës. Quhet kjo recetë pul jogurt, ku përbërësit të shtesë në veçanti të kofshës pulës janë pana e kuzhinës, kemi majonez, kemi kost, kemi trangull të ushi, gjalp, vaj, verë të bardhë dhe pak lëng pule. Pak më përpara unë kam zirë kofshat për efekt të kohës tonë televizive dhe ndërkohë fillojmë për të gatuar të recetës e shpejt, pasi kemi zirë pak më përpara dhe thjesht do marrë një skuqe, një shuajtje me verë të bardhë, pak lëng pule dhe përfundon shumë shpejt. Mirë, e cili është hapi? Hapi I parë, ndezim zjarrin, vendosim tiganin, ku do shtojmë pak gjalp, pak vaj ulliri. Vendosim në mirë se. Shtojmë pak vaj dhe pak gjalp. Ndërkohë, marinojmë pak mishin me krip, kofshën e pulës, pak krip. I kemi zjerë, I kemi hequr dhe lëkurën dhe I kemi gati për t'i gatuar. Gata dhe lëmë të skuqen duke vendosur kapakun. Ndërkohë tani Iva, do fillojmë për të përgatitur salcën. Ku siç thamë kemi trangull, majonez, pana dhe kos. Na tregu pak më shumë për këtë recetë, Mandi. Është një recetë Iva që trangull të ushi ne kemi të trangull të ushi është I marinuar ku ka marrë shijen e ufullës, të ujit që ka ndenjur është I afët. Ndërsa panën e kemi të ëmbël. Majoneza është e ëmbël. Kosin që kemi të tharë dhe ndërthuren shumë mirë bashkë të treja si përbërës në këtë recetë dhe do ta provojmë më pas si ta kemi përfunduar si recetë, do ta provosh ti personalisht dhe do shohësh çfarë shije me një shije shumë të veçantë, shumë të rrallë. Ama Mandi nuk mund të rrim dot pa e theksuar faktin që është një mënyrë gantimi e mishit të pulës krejt tjetër nga ajo që ne jemi mësuar që ta përdorim. Dhe është një recetë që vjen nga Italia. Është një recetë italiane, ku siç thamë me këto përbërës që ne kemi, përshtaten shumë mirë me kofshën e pulës, ku ne kemi marrë dhe lëngun, pasi unë I kam zirë pak më përpara. Kemi marrë lëngun e mishit pulës. Lëngun e pulës dhe e kemi kulluar me sit, që t'jetë sa më I pastër. Dhe ku më pasi të ashtuar me verë, do shtojmë pak lëng për ta zirë plotësisht pulën, sa që ne e duam, pas unë e kam zirë pak më pak, për efekt që ka të gëndëtire shikuze. Dhe është një ndërthurje kryesore. Dhe si shtamë, ku ndërthuret shumë mirë në këtë recetë kofsha e pulës me këto përbërës që unë prezantova pak më përpara. Me jogurti, me kosin. Me panën, me kosin dhe majonezën. A mundet ne të përgatisim një recetë jo me këtë lloj mishi? Patjetër që po, me mish në derët. Pra mund të përgatisim? Po, patjetër që po. Pasi mishi derët do një kogatimi më të shkurtër se mishi viçit. Dhe është mish më I lehtë në konsumim. Bëhet fjalë për fileton, që është mish më I butë. Mund ta përgatisim me atë mish. Dhe sa origjinale bëhet me këtë recetë. Mundohemi t'i prejmë sa më të vegjël trangujt të ushi. Ja, duhet një trangull. Marrim një enë ku do na duhet më pas për ta përzierë. Ndërkohë Iva, kemi gati kofshën e pulës, ku do ta shuajmë me verë të bardhë dhe më pas do shtojmë lëngun e pulës.
e kemi shuajtur me verë. Shtëm dhe lëngun e pulës. Dhe lëm për pak minuta të zihet, duke shtuar pak piper të zi. Pasi kripën e kemi shtuar. Ndërkohë dhe lëngun ku unë pak më para e zjeva, i shtova pak krip dhe nuk është më e nevojshme. E lëm të zihet derisa të shterojë, domethënë gjithë lëngu të shterojë të ngeli edhe pak fare sa për të lidhur salcën. Kur ne të gjithë këto përbërës që kemi, do t'i bashkojmë të gjithë bashkë, do t'i shtojmë në tigan dhe kështu përfitojmë recetën. Atëherë Iva, kemi prerë trangullin, turshi në kubik të vegjël. Shtojmë panën, një lugë të plot gjelle, shtojmë majonez, një lugë të plot. Megjithatë, edhe pse mund të ketë një shije shumë të mirë Mandi, mund të themi që është një recetë që ka pa kalori. Patjetër që ka kalori, patjetër. Kanë bashkimi i të dyave edhe pse janë të shijshme. Patjetër. Dhe është e pa diskutueshme që ka kalori, po edhe është e lehtë pasi e thyen trangull i turshi dhe kosi ku i thyen atë kalorinë, i ndyrën e tepër. Ja, pra kemi gati salcën. Krip dhe piper nuk do i shtojmë, pasi ne në tigan i kemi shtuar, ku më pas do të përzijem salcën bashkë me kofshat në tigan. Kemi salcën gati dhe presim sa po kofshat të përfundoj. Largëm dhe përbërësi që nuk në duhen nga tavolina e punës. Dhe presim pjatën tonë për të përfunduar. Përshim dhe vëndin. Dhe bëhemi gati për të serviru pjatën tonë. Pra për këtë pjatë, ne në nevojiteshin shumë pak për Shumë pak për bërës, pana, majonez, trangull turshi, kofshat e pulës, pak gjallë, pak vaj ulliri, verë të bardhë dhe lëngun e pulës që unë e provova më parë duke e zirë kofshat e pulës. E ndërkohë që kemi procesin e parë pra të përgatitjes së kofshave të pulës, ndërkohë shfrytëzojmë kohën për të përgatitur salcën, për të bashkuar të gjitha bashkë. Që prejmë trangullin turshi, kemi prejmë në kubik të vegjël, kemi bashkuar majonezën, panën dhe kosin, bashkë me trangullin duke i përzirë bashkë. Kripët dhe piper nuk i shtuam pasi kemi shtuar në tigan, pak më përpara dhe presim sa po të përfundoj kofsha e pulës që të jetë gati për të shtuar salcën në tigan. E si një pjatë e veçantë që është, Mandi, në rastin se do të vendosnim të gatuani pikërisht të recetë në një darkë familjare. Me çfarë do të shkonte tjetër? Shoqëruesa apo përveç tyre përbërësve? Përveç kësaj pjate, domethënë çfarë do të shkonte me këtë lloj recete? Jo vetëm pije, nuk po flas për verë, po flas për recetë, për pjata të tjera. A mendon se shkonte me sallatra? Patjetër që me sallatra, me një sallatë me rukula, parmigiano dhe pomodorini shkon shumë, pasi dhe është një sallatë e lehtë. Mund ta shoqëroni me sallatë shile, me limon, me ulli, një sallatë po të lehtë, pasi këtu kemi kalori dhe si mishi i pulës që ka jo shumë, ndërsa në salcën e përgatitur kemi pak kalori. Pra përdesë kemi rënduar le të themi pak kalori të pjata e dytë, që është kryesorja. Mund ta shoqërojmë me një sallatë të lehtë, siç ta me rukula, parmigiano, pomodorini, ndërsa një sallatë shile me ulli dhe limon. Ku shkon shumë pasi kemi këto përbërës që përshtaten me limonin, siç tham pana, kosi, majoneza dhe trangull turshi, ku dhe mishi i pulës pranon limon. Fare mirë mund ta konsumojmë atë sallatë me. Më lind pyetja, përderisa kemi përdorur kastraveta turshi, mund të përdorim diçka tjetër turshi? Jo. Domethënë është produkt? Jo, është produkti kryesor në të salcë. Mund të shtojmë domate, por nuk ka shije në trangull turshi fare. Pra vetëm trangull turshi. Pasi jep shijen e veçantë, nuk është një si domate njësoj. Pasi domatja ka shije tjetër. Megjithatë na ka ndodhur dhe kemi dëgjuar shumë shpesh raste në të cilën majonezën shumë persona e kanë ose alergji ose nuk është se para e përdorin shumë. Kështu që jogurti mund të bëjë edhe me kosin e panës. Patjetër që po. Heqim dhe kapakun dhe lëm për pak minuta sa na ka mbetur. Pa kapak që të avullojë dhe ujë, pasi e kemi të përfunduar.
salca. Po ta vëmë riva, mishi është gati. Thjesht të shtroj pak salca. Si stamira, kjo është një pjatë shumë e thjesht dhe lehtë për të gatuar. Ku me këto përbërës që ne kishim, mendoj që çdo kush mund t'i kishte në familjet e tyre. Besoj, nuk e di, po besoj që mund t'i kishte çdo kush. Dhe se vijim në të pjatë, pasi salca që ne do shtojmë, do t'jetë pak më tepër se ç'duhet. Supozohet që kur t'jetë një supë ose një pjatë gjelle, mendoj. Se vijim në pjatë të thellë. Salca duhet jetë e hollë apo e trashë? E hollë. Jo shumë e hollë, po e hollë. T'jetë kremoze. Do kesh kënaqësinë ta provosh, pasi është shumë interesante. Jo, jam e bindur që jogurti me kofshën e pulës shkon, sepse nisem thjesht nga përshtatja që ka shumë e mirë që ka kosi me pulën. Në të paktën shqiptarët e kemi këtë kombinim. Patjetër që po. Edhe për pak sekonda iva, do shtojmë salcën dhe e kemi shumë shpejt gati. Do t'i nxjerrim, do t'i veçojmë kofshat e pulës? Jo, siç është. Do t'qëndrojnë në tigan? Do t'i përzjem që t'marrin shije në njëra tjetër. Mendoj që e kemi gati. Salca nuk do ruaj këtë ngjyrë të bardhë, do marrë një ngjyrë pak më të errët. Pasi ne kemi skuqur mishët dhe ka lëshuar ngjyrën që ka, shijen e vet. Afrojmë tiganin këtu. Lëmë në zjarr më të vogël. Ndërkohë e lëmë pak sa të marrë vaj që të krijohet ajo masa që ne duam. Është një recetë që le të themi ka kufizimet strikte të përbërësve? Apo mund të shtonim dhe ndonjë kërpull? Jo, kërpulla jo. Jo, do me thënë, duke të kërë shumë e kufizuar. Patjetër që është e kufizuar. Pra nuk pranon dhe nuk toleron ndryshimin. Ndryshon shijen. Kush do mund t'ja shtojë, po ja ndryshon shijen. Është strikte në këtë pjesë. Megjithatë, ka produkte shumë të lehta. Patjetër, të lehta. Jo, është... Kërkon një produkt në cilën e kanë pak të vështirë anvisat për të gjetur, kosin, majonezën, panën. Trangut turshi janë pothuajse shumë të lehta për të gjendur. E me qemi tek produktet, pse jo? Të produktet e të gjendin në supermarketin Xhangolli. Atëherë servirim një pjesë të kofshës. Marrim një lukë të madhe për të shtuar salcë. Fikëm dhe zjarëm, pasi e kemi gati. Ka salca është gati. E pra ju? Kjo është pjata, fshim dhe pak. Kofsh pule, jogurt. Kjo është receta që ka rekomanduar Mandi, shefi i kuzhinës për ditën e sotme. Duke ju uruar një ditë të mbarë, mos harroni, ne do të jemi sërish bashkë nesër në 13:30, vetëm në Albania Skrit. Miru ta kofshin. Miru ta kofshin.